Në çfarë mjerimi është ka të ndisur Shqipëria kur kandidati më i votuar i Partisë Socialiste në zgjedhjet e 11 majit është Agron Malaj, kur partia që derdhi gjak në bulevard sot i jep duartrokitje atij që shtiu mbi protestuesit e saj. Në 21 janar 2011, Agron Malaj ishte punonjës i Gardës së Republikës që veproi në urdhrat e Sali Berishës. U tha se mbrojti institucionet, por në fakt ai dhe të tjerë si ai qelluan drejt trupave të qytetarëve që protestonin kundër korrupsionit, kundër varfërisë, kundër pushtetit arrogant. Sot, 14 vjet më vonë, njëjti njeri është jo vetëm i lirë, por edhe i nderuar, jo vetëm i nderuar, por edhe i votuar, jo vetëm i votuar, por më i votuari nga vetë socialistët. Kjo është Shqipëria që ka ndërtuar Edi Rama, një Shqipëri që nuk ka as drejtësi, as turp, as memorie, një Shqipëri që i dhuron pushtet krimit, që jep pasuri ish policëve të dhunës, që shpërblen me mandate ata që duhet të ishin përpara drejtësisë. Sot, Agron Malaj është njeriu më i pasur në Burrel, një përfaqësues i një klase të re politike që ka dalë nga rrënjët e krimit, nga zinxhirët e korrupsionit dhe nga heshtja e shtetit. Ai është mishërimi i modelit të rilindjes, një model ku shteti mbahet me njerëz të hurit, elitarit, ku pushteti ruhet përmes falangave dhe ku krimi ka bërë paqe me politikën për të ndarë së bashku plaçkën dhe kontrollin e territorit. Nëse Edi Rama kërkon të na bindë se ky është socializmi i së ardhmes, atëherë më mirë të mos ketë fare të ardhme, sepse kur vartësi bëhet përfaqësues i viktimës, kur dora që të qëllon merr me vete edhe votën tënde, nuk jemi më një shoqëri e lirë, jemi në një regjim të heshtur, ku drejtësia është varrosur dhe e keqja është bërë flamur.